A e njohim me të vërtet veten? Jo atë veten që duam të tregojmë, as atë veten që shohin të tjerët tek neve, por veten reale, veten e brendshme, aty ku nuk ka maska, nuk ka fasada, nuk ka role. Nëse do ta njihni mirë veten, ndjenjat tona të vërteta, atë që ndërrojmë në heshtje, atë që lakmojmë fshehurazi, do pranonim se brenda nesh ka dëshira që nuk mund t'i pranojmë dot publikisht. Dëshira për të dominuar, për të patur pushtet, për t'u admiruar, për të dukur më të rëndësishëm se sa tjetri, për të pasur më shumë se të gjithë dhe për të çliruar nga çdo kufi e të bëjmë çfarë të duam. Këto neve nuk i pranojmë, por i mbajmë brenda nesh. Dhe nëse i shohim sinqerisht, do kuptojmë që nuk kemi asnjë arsye për të qenë krenar. Sepse njeriu i vërtet me veten është i përullur. Dhe i përulluri lartësohet dhe i ndryshon gabimet brenda vetes vet, ato mendimet e këqija, ndërsa krenaria e çon njeriu drejt rënies.